Gjykata e shkallës së parë në Korçë ka caktuar masën arrest në burg për Christian Sterion, i dyshuar për vrasjen e 20 vjeçarit Ioan Zuko. Vendimi është marrë këtë të mërkurë pas kërkesës së prokurorisë për vlerësimin e arrestimit në flagrancë dhe caktimin e masës së sigurimit. Gjykata e ka cilësuar të lishëm arrestimin e Sterios të kryer më 9 gusht, ndërsa ndaj tij ka vendosur masën arrest në burg në akuzën për vrasje me paramendim dhe mbajtje pa leje dhe prodhim të armëve shpërthyese dhe municionit. Sipas burimeve brenda gjykatës, gjatë seancës Christian Sterio ka qenë i qetë dhe ka përsëritur të njëjtën dëshmi që kishte dhënë edhe përpara grupit hetimor. Në përfundim të fjalës së tij, ai është shprehur i penduar për atë që ka bërë. Sterio ka deklaruar se mes tij dhe Ioan Zukos kishte pasur konflikte edhe më herët, por ka pretenduar se nuk kishte pasur qëllim ta vriste 20 vjeçarin. Sipas hetimeve paraprake, ngjarja e rënë ndodhi pas ditën e 8 gushtit, pas disa konflikteve të mëparshme mes dy të rinjve dhe një zënke, ku Sterio ka pretenduar se viktima kishte ngacmuar të dashurën e tij. Gjykata ka urdhëruar izolimin e Sterios në dhomat e paraburgimit të IEVP-s Korçë. Vendimi mund të ankimohet brenda 5 ditëve në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm në Tiranë. Ndërkohë, hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe motivit të vrasjes vijojnë.